Procesi I votimit për emigrantët në diasporë ka nisur zyrtarisht, ndërsa 111 votat e para pritet të mbërrijnë sot në Tiranë. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi njoftoi që janë shpërndar gati 90.000 zarfe. Nëse një zarf shpërndahet, një zgjedhësi, dhe të themi një postjeri tjetër për rastësi ka shkuar një zarf I dytë I këtij zgjedhësi, ky nuk e shpërndan dot se nuk e ka në sistem. Do ta kthej mbrapsht te qendra e vet, do thotë që unë këtë zarf e kam shpërndar një herë. Sipas komisionerit, shpërndarja e zarfeve do të vijojë edhe për 2 ditët në vijim. Por çfarë do ndodh në momentin kur votuesi do të ketë fletën e votimit në dorë, do të shprehë vullnetin e tij dhe si do të garantohet të gjithë vota që të jetë lirë deri në momentin e mbërritjes në Shqipëri? Është përgjegjësi e vet votuesve se si ata administrojnë votën. Nga momenti që vota gjendet në sistemin e DL-s apo dhe në sistemin e KQZ-s, për këtë garantoj 100% në lidhje me integritetin dhe ruajtjen e fshehtësisë. Nëse votuesit nga jashtë do duan ta shesin, ta blejnë, ta tregojnë është çështje tyre. Do të thotë që kanë llogaritur edhe pasojat penale për një rast të tillë. Pra nëse dikush mendon që kjo mund ta bëjë se nuk do kapet, nëse do të rezultojë dhe do të ekzistojë mundësia që një fenomen I tillë do të evidentohet, të themi, do të ketë sanksione të rënda penale që shkojnë me 3, 4 apo 5 vite burgim. Zarfet me votën e shqiptarëve sapo të kthehen në vendin tonë do të vendosen direkt në Parkun Olimpik, aty ku do të jenë monitoruar gati 24 orë me kamera.